Fronti Evropian, disa ditë më herët, njoftoi se do të nisë procedurën e grumbullimit të nënshkrimeve nga deputetët për të nisur procesin e ndryshimeve kushtetuese. Në preskonferencë nuk ishën deputetët e Aleancës për Shqiptarët, por a do ta mbështesni ose a do të firmosni në këtë iniciativë? Sigurisht po, patjetër Aleanca për Shqiptarët, siç e theksova më herët, një ndër pikat të cilat e ka lufshuar qeverinë ka qenë edhe ndryshimet kushtetuese. Jo vetëm zoti Arben Taravari dhe cilat do parti politike shqiptare të merren iniciativë, Aleanca për Shqiptarët i mbështet. Arsyeja ndërkryesore të cilat ne e lëshuam qeverinë ishin pikërisht edhe mos realizimi i ndryshimeve kushtetuese. Jo vetëm zoti Taravari, por edhe zoti Mexhidi, edhe zoti Rikasabi. Publikisht kanë premtuar se nëse për 6 muaj kjo qeveri nuk i bën ndryshimet kushtetuese, ne do ta lëshojmë. Ne e lëshuam qeverinë, e mbajtëm fjalën edhe para popullit, kurse ata po vazhdojnë në mënyrë vazale të shërbejnë vëmërat